Mbi 2000 biznese të reja janë çelur në Shqipëri në muajin prill 2026, duke shënuar rritje me 12% krahasuar me prill 2025. Sipas të dhënave nga Qendra Kombëtare e Biznesit, konkretisht në muajin prill 2026 u regjistruan 2009 subjekte të reja nga 1793 në të njëjtën periudhë të një viti më parë. Ndërkohë, numri total i aplikimeve në regjistra arriti në 14615 nga 13873 aplikime në prill të vitit të kaluar, ose 5.35% më shumë. Rritja e regjistrimeve të reja është mbështetur kryesisht nga Tirana, e cila vijon të mbajë peshën kryesore të aktivitetit ekonomik, me 1026 subjekte të regjistruara vetëm në një muaj. Pastaj renditen Vlora me 260 regjistrime dhe Durrësi me 225. Sipas të dhënave të regjistrit tregtar, bizneset me kapital 100% shqiptar vijojnë të dominojnë tregun, me 1762 subjekte të regjistruara në prill 2026, ndërsa 212 subjekte rezultojnë me kapital tërësisht të huaj dhe 32 me kapital të përbashkët shqiptar dhe të huaj. Pjesa më e madhe e regjistrimeve të reja i përket kategorisë person fizik, me 1534 regjistrime, ndërsa janë regjistruar dhe 469 shoqëri me përgjegjësi të kufizuar. Sektorët me aktivitetin më të lartë gjatë muajit prill 2026 kanë qenë tregtia me shumicë dhe pakicë me 479 regjistrime, akomodimi dhe shërbimi ushqimor me 341 subjekte, si dhe shërbimet administrative e mbështetëse me 151 regjistrime. Aktivitet të konsiderueshëm kanë shfaqur gjithashtu ndërtimi, informacioni dhe komunikacioni, transporti dhe magazinimi, si dhe pasuritë e paluajtshme. Të dhënat tregojnë gjithashtu se gjatë muajit prill 2026 janë regjistruar 629 subjekte të administruara nga gra. Në regjistrin e lejeve, licencave dhe autorizimeve janë regjistruar 201 leje dhe licenca gjatë muajit prill. Prej tyre 34 kanë qenë leje kryesisht për mjedisin dhe peshkimin, ndërsa 167 kanë qenë licenca të lidhura me shërbime mjekësore, agjenci udhëtimi, operator turistik, tregti ushqimore, farmaci dhe transport ndërkombëtar. Ndërkohë, në regjistrin e pronarëve përfitues janë regjistruar 496 subjekte gjatë muajit prill 2026, ku dominojnë shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar me 466 regjistrime. Sipas raportit, numri i aplikimeve të ardhura në regjistra gjatë muajit prill 2026 arriti në 12491 për regjistrin tregtar, 1196 për regjistrin e lejeve dhe licencave dhe 928 për regjistrin e pronarëve përfitues.